kesh më tepër drejt. Se ne jena të hik për lesh. Jo, për lesh, jo. Ne për lesh na kalon. Po kush ju kalon për lesh? Ju të rit, çfarë? Unë shita votën për vete. Po e shite po të fitove ti? Fitove? Fitova, jam i lumtur. Je i bukur. Ti nuk e shite votën. Unë as nuk e kam shit, as nuk e shes. Ju zonjë e shitet votën? Qa flet? Po. Si të erdhi ty. Sot jemi më të lumtur, ai mori mandatin e 4, kaloi në sultanat tani. Po, mbret, turno ty, i bukuri që ke. Ai thotë. Nuk po merr muaj, s'ka problem. S'ka problem, pse do të kemi frikë nga realiteti nga ajo. Jo, nuk na ka. Po nuk folëm ne, prandaj po ju ngacmoja pat. Po nuk folëm se ne realitetin e themi kështu. Qosheve, e themi tavolinat e ku do ku jemi, nuk e themi këtu për ballë kamerës. Dhe kamerat e tjera ku janë, thonë atë si çka thot ai dhe sot merret e vërtetë ajo si çka thot ai. Dhe të shkojnë sot ai në mandatin e 4, në zgjedhjet për herë të 4 për të zgjedhur kryeministër, merr më shumë se sa herën e parë, 2 dhe 3. Si shpjegohet kjo? Pra ne po na bëjnë po e themi këtë realitetin që po thoni ju, edhe prapë ja japim atij, si shpjegohet. Jo, si kam dhënë vetë. Jo. Jo, ne që po folum jo po them. Po ngacmoja, pra po si shpjegohet, pra ju thoni jo, unë jo. Po kush janë këta që e kanë dhënë? Është si mune, pra? Ja, unë bëra një llogari në mëngjes, edhe pas të dhënat të gjitha që jepte televizori, është hile. Hilja pasaj e din ata. Ju si mund të jetoni në të hile? Se ju thatë ja, një minut, mos më bëj pyetje fare. Ashtu. Unë kam djalin që është jashtë shtetit. U bë 3 vjet e 4 vjet. Kur ka ardhur ndonjëherë partia, qoftë demokratja, qoftë socialistja, të pyesi sa pjesëtar familje ke? Asnjëherë. Si përfundim, ai ka marrë të dhënën ati për po ose për jo, s'është e vërtet. E pyeta djalin, jo, tha, as më ka ardhur njeri, tha. E ka plotësuar vetë. Po. Se shu dole, në pjesën më madhe e fletë dolën plotësuar vetë. Po pra, dhe jo vetëm kjo, po unë kam gjithë ato nipër, gjithë ato mbesa që janë jashtë. Edhe asnjërës nuk i ka vajtur. Më thuajt vërtetën, si ndjehesh? Ndjehem shumë keq. Në këtë gjendje ku kemi radhur, ku je? Shumë keq, të marr unë të punoj 30 vjet, edhe të marr as 200.000 lekë, vërduar në kokë e ullërit. Po, shumë e drejtë. Vetëm të huar. Më rofte dhe shkolla. Shqipëria jonë që ne kemi lindur në këtë vend. Iku ai përzurit dhe sa vite keni fëmijët tuaj keni jashtë. Jashtë kam nona. Shqipëria është ndërtuar ose po kthehet si një vend vetëm për turistët. Dëgjoj, kam 3 fëmijë të vllajt. E jem ai aty kam tekur. Ja, po marrim edhe këtë zotrinë. Ju falenderoj shumë për këtë. Si jeni? Për çfarë? Ju përshëndes, faleminderit. Për çfarë protestoni? Unë protestoj për padrejtësi që na kanë bërë politika shqiptare e majtë dhe djathtë. LSI e liri. Këto janë kot, po hajt ma. Për padrejtësi që më janë bërë mu 35 vjet nga politika shqiptare dhe drejtësia e korrupsionit dhe krimit. Nga politika kriminale dhe bandave kriminale. Nga politika e kriminale dhe bandave kriminale supermasive në gjithë Shqipërinë. Dhe unë protestoj për padrejtësi që më janë bërë mu dhe kombin shqiptar. Partizan e Tiranës, dërzon detyren, se nuk je demokrat, ti je komunist. Jemi sistem komunist me ekonomi tregu. Nuk e du në Amerikën to, nuk e du në Europën. Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, Lulzim Basha, Elkaleta Libeja, Monika Kremadi, kanë bë marrëveshje për të maj pushtetin, për të shtip edhe ju kanë shtip si shka shtip mu. Dhe unë me 15 maj, jam para spakut, organizatori për gjithë popullin. Kush jeni ju zotri? Jam Ramazan Ruçi nga Dibra me një dhëmë të pabanushme në qenë sip me që ka shem tërbeti. Edhe Belinda Balluku ka dhënë urdhër, kajtajt bashkisë Divjakës, ti bat shpia me në mujët janar, nuk ka nërdh. Ka dhënë urdhër, drejtori me gjejtë civilës Zatja Haki Qaka, ti bat shpia Ramazan Ruçit bre në mujët janar. Nuk ka nërdh, se nuk duhen të vinë, se unë jam kundra kriminale dhe bandave kriminale. Shqipëria është pushtu nga kriminale dhe bandat kriminale. Patron nazista. Kurse unë nuk jam pajtuar. Sa kohë keni që protestoni? Unë kam nisë organizimin dhe me 15 maj jam kryet protest. Sa kohë keni që protestoni? Unë kam protestuar edhe në 2024. Nuk e kanë marrë parasysh. Se
Janë të majmërosu këto, kanë miliarda lek të vjedhur. Edi Rama doli Bertiti si gomarin Duhan tha, unë ku ja shef shpia nga tërmeti, jashtë rajonit Tiranës, do t'ja bëjmë atë minë se në Surrel. Nuk kanë ardhë. Jam me zonë një zonë pa banushme, me bashkëshortën, kurse kriminali dhe kryetari bandave të rasit Dibres Rahim Spahiu. Nuk është kretar bashkije. Ai du të shkoj pas Spakut. Sharpret Altin Dumani. A keni besim këtë drejtësia? Unë kam besim ke Spaku, ke Biroja Kombëtare e Hetimit, ke GKK-ja, do ta mbështes fuqimisht, ke se unë vi kriministër. Me 15 maj dërzoj të tyre në Tirama. Sa po e morë Edi Rama? Jo, nuk i takon. Në demokraci, o 8 vjetë. 82 mandate. 8 vjetë e ka. Mas 8 vjetë, s'postohu. Kipo kja ka bo si Enver Hoxha. Mandati 4, bravo. E ka bo kjo djali Enver Hoxhës. Këta janë njipët dhe stënipët e Enverit. Unë jam krye demokrati i botës demokratike. Nuk këthe mrapa. Po Berisha? Berisha e dreth, se ka hadhën e vetë. E tretë Berisha. E ka hadhën e vetë. Ju në qofë si do të merrni besimin e popullit dhe do t'ju votojnë dhe do t'ju mbështesin, a do e pranoni Berishën? Unë nuk pranoj asnjë që ka bërë korrupsion dhe krim të organizuar, që ka lidhje me kriminale dhe banda kriminale. Nuk do pranoj afër në kabinet. Nështë mund të qëndroj ca ditë, që sa ta zbudoj unë. Një ta zbuduar, hecëm. Hik, lego. A do të luftoni gjithë pa drejtësi vetëm, kjo është problemi, pra. Tani të kuptoj. Sa njerëz Tani të kuptoj. Tani të kuptoj. Në që është unë. Si mundet një popull të jep mandatin e 4 këtij njeriu? Po e ka vjedh marr vlla. Janë pagu 500 euro, 1 milion euro. Ati ku ka pas rezistencë të fort, i ka ble demokratët. I ka ble me lekmër, e di une. Kanë arë mu më kanë thënë 400.000 për vot. I pjerdu, hajt. Se këshitë? Po pse se këshitë më? Jo, nuk e shes lirin une. Pse se këshitë më? Jo, të lutem e. Po qa ke ndryshit i me... Jo, nuk e pranë, ja si jemi no, ashtë si jemi. Nuk kemi në Europë. Kishe morë 400.000 lekë, e, shumë duhen mu për 4 vjetë. Ma mirë i varfër. Po shi këto tjere, pra, shi ti i moj menqën se këto tjere që e kanë shqitë vërë. Tani, që ta dish mirë ti, po të thamë fjallin e funit. Politika shqiptare ka hi, ka nxjerrë qunin kundra meje, që të vrasë babën. Politika. Bandat kriminale të fshatit Shërmë Sipër të Bashkisë Divjak dhe bandat kriminale të Garbianit të Lushnjës ka nxjerrë qunin tim 20 vjeç vra babajnë. Për të vrarë ty? Pa! Që të vrasi ba quni, e në gjoja kun fajnun. Kurse nuk arriti do të quni të vrasë babajnë. Doli quni me të vrarë? Po të nëtoj se e këshin mësuar. Edhe nuk të... Quni ka thonë unë nuk jem kundra teje, po i kësash njerë pak ko, kundra meje, sa të mërë pushtetin. Edhe atëherës, e kanë bërë si punë Arben Hametit, si thënë të camës. Unë jam ambra Arben Hametit ditë tu. Unë jam, nuk kam hika koma nga Shqipëria. Se unë kam Gjigjin me di avokat në apel. Edhe drejtësin e ka more Edi Rama peng. Se dolja tha gomari, drogazhiu, skizofreni, tha, unë kësa kom bërë drejtësin e re. A i nuk ka bërë drejtësin e re. Pa i e gëposi drejtësin e re. Se doli mrapo, se nuk ka politika në Edi Rama. Doli tha, ende s'karse, jam unë Gjigj. Për të morë dëmë shpërblimin, pa fajsin. Kurse Edi Rama në ka gjenë në klasë. E ka kote se ka më marrëshë me Saliun do. Po si ka ngellë klasë me i mori mandat në 4? Po e vjedhi më dha, ka më marrëshë me Saliun. 16 vite në pushtetë. Ka më marrëshë me Lulin. Me në Keletin, me në gjëmu një të lutëm, me në gjëmu. Ka më marrëshë me... Po e marrëshë me ty s'ka bo, apo jo? Ja me mu s'ma do të, nuk më do të i. Po si mundet? Djemu sa kështu. Si mundet shqiptarë shkëri? A di si më tha djemu, një, dishtar. Tha do të bëjnë zëvis këtë kriministër jo. Po edhe për bënë zëvis kriministër ka një regull. Jam unë kriministën të tyrën time. Edhe drejtor me qonë, drejtor bashkije. Jam unë kriministër. I thamë kujdesti. Hap kraun, i këmë thanë unë, hap kraun. Po e që tha? Nuk jam a me bo, që nuk anojnë bandat kriministri. Nuk jam a me bo takime mu. Që e kam shunë në ke portali. Në që si e kriminell, që si e drogazhi, që si e mor me heroin kokain, që si ke bo korupcion dhe krim të rëzuar, nuk du me ta pasur ratin. Narkoshtet, mor Shqipnia. Narkoshtet me urdhët politikanëve, nga kokat dhe këmbët.
A ka njerëz që shqetësohen kur ju bërtisni proteston? Ja, mund të shqetësohen ato që janë patronazhista. Unë nuk mbaj as nuk mbroj as një politikan të korruptuar. Dhe të gjithë ato. Po i kam shumë spak për emra atë. Po vlla. I kam shumë 4 kërkesa me emër mbi emra. Edhe Altin Domani është trondit, si ka mundësi ki. Që e kam shkruar në fund. Nga kriministri ose presidenti i Republikës Shqipërisë, Mandela e Shqipërisë madhe, Mandela e botës demokratike, Zoti Ramazarushi me pseudonimin generali i trupave të natës. Jeni ju generali i trupave? Pseudonimi. Generali i trupave të natës, e ka Edi Rama. Kur e bërë kështu, jam demokrat amerikan, e ka falso. Kur e bërë kështu, kurse jam unë demokrat amerikan, Europian perëndimor. Ja kam bërë të qartë Altin Domanit, për 6 muaj fusë Shqipërinë në Europë. Në qënë se dërzot të tyren a i, për 6 muaj e fusë popullin, që televizi i lirë. Këtu dhe ketë shpi në Shqipëri, shpi në Europë. Populli, dhe për une. Po Rama që thonë 2030-ën? Rama është djali i Enverit. A pasi kënun këngën Enver Hoxhës ku shkën në jukë Shqipërisë. A në gjutë, së në majmen. Më hiku truri ku kënun këngën Enverit. Akoma këto janë me Enver Hoxhën. Sistem socialist, komunist me ekonomi tregu. Ti dike mire të punë, thotë i zotëria. Pra, kur kalon njerëz kur gjendoj qëra këshu... Ik në kugës, sot. Ku e kam une? E kam në këtu në Tiranun. Do vi kriministër, re. Do vi kriministër, raza 3. Nuk e vje mirë zi. Prandaj, për këte e kisha... Tani. Shqipëria është skuq. Tani, si? Shqipëria është skuq, pra e ka marrë kaq bindshëm. Gjotëni. Ju thoni këtë gjë, njerëzit nuk e besojnë nëse shohin realitetin, shohin tjetër gjë. Me 15 maj, në qëse populli don të jetojë si në Amerikë, si në Europë, si në Turqi, si në Zvicër, si në Angli, si në gjithë vendet europiane, atë ditë të vinë jam unë krye. Kom thanë copë, dhe datë vrasë mua Edi Rama. S'ke frikë fare, e? Jo, të lutem e. Në datë vrasë mua Sali Berisha. Në datë vrasë mua Ilir Meta. Në datë vrasë mua Lulzim Pasha, Lulzim Brava, Elgenet Brava, Adreti Klapo, Arnit Qorri, Akron Shehi, kanë lidhje me krimin dhe korupcionin. O vllai dashur, mere seriozisht se nuk se mrapa më unë. Media shqiptare është e shtipur. Nuk e di si kini dalë së t'ju para meje, që nuk e kanë thënë mos i dini para. Media shqiptare është e shtipur 35 vite. Ministri i drejtësisë ka bloku 250.000 dosje stok. Udhëziu, që presin popullit morin drejtësinë. 250.000. Qarë do t'i? Ajo, unë kam thënë të spakut. Një sekund, me këtë gjendje ku jemi, e ka fajnë populli dhe politika? Jo, e ka fajnë politika, populli ka një faj. Populli du të largohet nga këto politikanë. Bravo, këtu gjenjes probleme. Populli shqiptar nuk është budalla, po du të largohet se janë të zgënjër. Janë të mashtruar. Janë të pshitur e të blerë. Për një thes mil o vdha. Unë nuk e kam pranu thesin e milit. Shumë nga binge bo. Anë një tjetër. Jo. Shumë nga binge bo. Para fushate japin para, mas fushate japin prap para. I shpërdajnë bashkit. Në Dibër, shkova për të marrë pensionin e parakoshëm. Hajde vlla protestojmë. Hajde si jemi të protestu. Pak të mojmë të të hujtë vlla si shqiptarë nuk vinë. Hajde. Hajde protestojmë. Hajde. Protestojmë pak në të të hujtë vlla si këto shqiptarë nuk protestojnë. Hajde me ne. We are protesting. Përdollim dhe fa. Okej. Nuk është shumë. Jo, thashtë marrë do të hujtë si shqiptarët nuk është se... Mirë, pa e nisi. Nuk vinë. është agjende. Është agjende? Turistat po. Turistët janë agjende? Agjendet që shohin venin, janë agjendet. Tani ku e mos sa largojmë. Udhëzimania ka blokje udhëziu. Udhëzi faqeziu. Udhëzi faqeziu. Su në mbroje Edi Rama, me mu. Su mund të kemi udhëziun. Pa nuk dreshit të kesh mika ta. Mashtrus, hajdut. Edhe mos bërtit shumë si shqetëson qytetarët. Po ta mojnë vesh. Ta mojnë vesh kur për det. Atetari, jam atetari, patrioti më i madh i kombit shqiptar. Nga që s'bin dakord me Tani. Ti e japin votën Ramës, ja shesin votën Ramës, ju thoni kështu. E ka ble o vlla. E ka ble. Ke votën në zotëri, E ka shit dukën në syja, e ka. Sa vlek more mor? 500 euro. 500 euro. Kush i dha? Edja Saliu.
Tani, 250.000 dosje. Koshën e Dibër, ka vendosë kretar bashkie, fshatarin e vetë, Ulëziu, që të vjedhin sa ma shumë ke fondet, të tendrat. Edhe mu, po tani, kokën e vetë të hanë se, sulmon demokratin me të mas botës. E nëzorën nga shpia me forcë. I kanë vjedhe materialet e shpis, mbi 6 milion. Se të thash, a je kriminel? Pra njës për ju. O krejtari bandave gjithë rreth i Dibrës. Krejtari bandave. Edhe mos kesh frikë jepe se ka Ulëziu, në të ketë Ulëziu. Se Ulëziu ve gomert e gomoricët e dashishit s'ka punësuar. Kushe e ne edi se i ka miq Libranit. Ato t'i bëjmë i tjetër mu, se n'i bëjë. E di nama. Shaman. Për ta mbyllë tani një thirrje për shqiptarët për datën 15 që të bësh kryeminist. I bëj thirrje gjithë shqiptarëve me datë 15 maj. Përpara Spakut, për pa drejtësi që në nëmban gjithë Republikën e Shqipërisë, për të marrë detyrën e kryeministrit, për të liruar Shqipërinë nga kriminalet dhe bandat kriminale. Kjo është ma mira. Pritse Mara, bravo që bën këtë detyrë qytetare dhe patriotike. Unë nuk ndalem. Me datë 15 maj, ora 10 atër jam atje. Atje jam duke prit. Media do të kërceni me gërnet e dahullë, nuk të ketë guxim kriminali dhe banditi të prek me dorë kështu. Që kur prek ke gazetaren Erion Braqa e Flamunoka. E në Erion Braqa, ja po të kështu gazetares. Që ku me qënë dashtori ati e krye ati. E një mire kriminal. Tani, liri demokracit, sjellim demokracin, hajdi të gjithë. Po kishte energji të zjarrt ki zotëria. Po energji, po unë në fakt nuk kam asnjë energji me këtë gjendje ku ka ra Shqipëria. Po, se 12 mandate. Se foli për 500 euro, unë për vetës ka marrë asgjë, ëh. Si marrë? Ku t'ja shite votën? Po unë isha te rruga George Bush, presidenti George Bush, para një jave. Po, na fol pak për situatën ku po shkon Shqipëria më po qan gjithandej. Isha te dyqani Floririt. Aty shoh një gocë 21-22 vjeç, e bukur e lezetshme. Edhe futem unë aty ashtu si Erion Braqa, dhe unë e kap atë për krahë dhe futem te dyqani Floririt me të. E i thash zgjidh diçka. Gjoni mirë do që thot legjenda, I thash zgjidh diçka. A e tha, qa dëmojsh ti, dëmojsh dhe unë. Ate shkum të unazat, me që se unë s'kam unaz, edhe i thasht një nga këta unazat, edhe e provova, tha është umri 20, dhe me thonë, edhe e proveti 6 metra, 7 metra, kështë disa e kishte, edhe i thasht dëjmojmë 2. Kur e pash nuk kishte ngjyra si duhet, tha jenë 14 karat. I thasht, na duhet 18, me që se jemi major, Po. Atëherë sta duhet me porosi, tha, edhe i morish mas 2 ditëve. Bëra pagesën, në ata kuponin. Sa lek boni? Po shkon 480 euro, dhe me thonë, të dyja. Po dy unaz. Po, se ka i Floriri tani, ka shku 3.000 euro, ai lingoti. Edhe dalim tani, unë thash se dhe qeras me një kolora dhe përfundon këtu. Kur dalim ati të rruga Misnim Shiri, të poshtë, edhe sa u futëm aty nga mbesi, pa kalu një farmaci aty, Raiffeisen Bank, u futëm aty me shtëpi, hapi derën, kishte det blindume. U futëm mrena, thash është shtëpia kësaj. Sa u futëm mrena mbillet derën, unë i ula thash ti f***ën. Kur pash një aromë urine, ke prasysh, e thash shkon në banjë, i thash, rru, i thash, edhe fillim. Ndërkohë thash shket e kuzhinat, shoh diçka me ngrënë më ashtu. Ku shofun aty të dhoma, gjyshin, vllajën e gjyshit dëshmor, ke parasysh, ke parasysh fotografi me Meçheu, me një kapun. Këto, domethënë, kur dëgjoj një zhurmë, kur shohun aty, kishte marrë makinën e rrjes dhe me rrje. Jo, më thash se ai e leshin 8-9 cm, i thash se të bëkesh makinë e rrjes. Po tha imi të shtëpia gjyshit, tha nuk përdër, tha makinë bris. Bris, po. Po dëshmoj morë çakmok, thash t'ja djeg me çakmok. Kur
i thash, e pash ati të kutia emergjencës, ati të kutia ndihmës shpejt, kishte dë gërshër, ke prasin nga ata që presin likoplast e fasho, thash me këto meru. Edhe pastaj u pasru rregullu, me thonë, edhe bëm të dhoma e gjyshit dhe gjyshit të saj, se kishin shku në Durrës, me thonë. Kishin foto aty? Bëm seks, po ishin 2-3 dhoma. Me qeo aty, hisni kapo... Po, rasti 2 dhe me thonë, ishte te stacioni trenit. Tu kalu të vijat e bardha, kur ma fut një makinë, mu këtu, sas ma thuj komen. Tak, a i zbrete ishte një shofere. Një 23-24 vjeç kështu. Thot më falë, mami qarë bëra, qyqja. Edhe, dështë me më thonë 20.000 lek. Ku shohun aty, shofere e re, kishte shkrujt ati të gjomi, edhe mrapa shofere e re. Ja, me i thash, të përcjelli, thash këtu po, me që se kisha vra komën. Aty, futimi të rruga drejt që është, me thonë, ku ka qenë stacioni trenit, se rruga drejt që merë poshtë aty. Aty ku boni PD mbylljen e fushatës? Jo, lapaj e bëri aty. Lapaj e bëri? Po. Edhe Shqipëria bëhet, me thonë. Edhe aty ma ullë se diljen, edhe aty më bëj një zbesit, me thonë. Kur nesit... Isku? Kur... jeni të lumdur, jeni të lumdur sotë? Të lumdur fitoj Edi Rama, 82 mandate. Po. Binë shumë fare. Po. I dhoj sinjal kancelarisë europiane, se kush janë rebelët komunistë. Se ja ka bo profeti i kombit shqiptar, Sali Berisha ja ka bo ditër më përpara. Që ka bo ditër? I ka bo ditër se kush janë. Ja ka bo qytë para, qytë 92-shin, se kush janë këtu. Ti e shë për mirë, apo se s'po të kuptoj? Kur të kuptoj, unë imagino... Rebeli komunist. Morri kuq. Që të bë talë. Si ka mundësi, ti si ndjesh, më godilë se shkam i loj këshu, i loj ngarkese këshu. Fjallë me të bolle pyti, më, si ndjesh ti, Marja, si ndjesh ti. Shumë keq farë? Keq farë, nuk ka ik zërë, nuk di, me nimet po e po. Mos ka ik në gjatë tjetër. Edhe tjetër bore, gjitha më. Si e shef situatë. Mos ka ik në gjatë tjetër, mërë se tas. Dhe kuj fiton më binshëm se sa herën e parë që u bërë revolucionin e ta qytë. Me delet e? Jemi popull delet, jemi delet. Se më se ka mona e guzime me e thonë... Kriminele, orë zëti, janë eduku 50 vjetë me krimin, orë shqiptar, për neti, për që dush, a qëtë ka shëllit të dhe? Për një më dha, se si shidemi të formë, si shidemi më... Merë vesh me të në kjaderi, a do plumin. Orë të kam thonë a herë të jetër, po e dërzëm Shqiprinë. Ti bëjë mu të dalësh atë. Po dalë, po e dërzëm Shqiprinë. Që e mërë burë, së më plasët e që. Do mërë vesh kriminele, ajo mësu pi gjakët të masakruhe. Më kejtë po në bëjnë edhe prapë një shkëm i votojnë. Pra pëse shkon të atje? Pëse shkon ti? Po që të bëjmë, më jepë zhjilë ti më? Ti jepë zhjilë, pëse shkon ti? Pëse voton ti edhe? Unë se kam votu më dhe kjo zotëria... Se ti smjef mu. Kjo zotëria ka votu për shumë. Qëkur kam le. E mërë da jenë asfajt pra. Ki dun të shkatërojnë, të fusin helmi. E votove Edi Ramën? I knaqë me rezultatin që tha? Ja ku e ki. I gjoj. Vetëm 2 sekonda vetë. Si e lexon këtë fitoren Edi Ramës kaq binshëm? Që marrën atë Edi Ramën? Ka marrë 82 mandate. 83 ka marrë. Si? 83 mandate ka marrë. Jo 82, ka marrë 83 ndjes. Ju kërkojmë ndjes mi 83 mandate, pra si e lexon këtë? Është skuq gjithë Shqipëria. Si mundet që shqiptarët shkojnë e votojnë prapë Edi Ramën? Edi Rama diti mbajnë shqiptarë atërë. Diti mbajnë shqiptarët Edi Ramën. Po, thot e isë. Po. E meriton dhe? Pa e meriton se nuk jepin votën edhe me janë. Nuk e jepshin votën. Pra, shqiptarët kanë shkuar me vetdijem, me konsciencë të pastër, për dhënë votën e lirë, pra është votë e lirë, qytetare, e pa imponuar, e pa blerë, e pa shitur, e pa kërcenuar, pa ushtruar presion. Po pra? Po, ha? Kjo është, ha? Po zbilohet në modë e kutia. Po dule modë, majë në modë. Erdha. Ja ku jemi. Kjo është realiteti. Me atë të shkosh në Evropë dirë? Me ato po shkoj Edi Rama. Me ato më po kush... Edi Rama e ka shpu për përnicën e vetë.
Po na ka shpullë në emër burr, për shkak të këtyre. Po ma të shkosh në Evropë desi? Po shkon në emër burr, se unë nuk du me shku në Europë me atë. Unë nuk du, ti nuk don. Po. Si mund atë? Por nuk du më dha me shku me këto njerëz, me shku në Europë, domethënë me Shko vetëm, ashtu duhet me njerëz. Po vetëm jo mos se duhet shkojmë bashkë me vendin tim. Du të shkojmë me vendin tim. Jo me këta domethënë. Vendi është këtu ku është, nuk lëviz nga vendi. Të fitoj mandatin e 4, kaq keq sa e ka çu Shqipërinë dhe shqiptarët, të fitoj mandatin e 4 kaq bindshëm që se ka fituar as mandatin e parë as dytin as tretin. Edhe një herë. Kjo që ka ndodhur sot është ajo që ka ndodhur në vitin 2013 së prapthi. Dëgjoj çka ka ndodhur. Në vitin 2013 fitoi Edi Rama, po të mos fitonte Edi Rama, që do të thotë po të fitonte Sali Berisha. Dëgjoj mirë. Të dy do binin. Pse? Sepse Edi Rama do binte detyrimisht nga që kishte 10 vjet që qante logorise, jo po pse s'më marrin mua, jo po pse s'fitoj unë, jo po e tjera dhe Partia Socialiste vet do t'i fuste një shqen byllëve e do t'a degdiste mbrapa dajtit, jo këte nga ana ndej. Po njëkohësisht do binte dhe Sali Berisha ishte komplet i konsumuar. Komplet i konsumuar. Po të dy janë konsumuar, pra edhe rasti konkret, në këtë fushat nuk prezantuan asnjëri nga këta nuk prezantoi diçka për ne. Po Sali Berisha ishte ngordhur. Humor njëri tjetrin, njëri thonë bufkën edhe tjetri. Thonë o çryku. Edhe një herë Sali Berisha ishte dhe është. Çfarë folën për ty për mua pra? Prit. Sali Berisha ishte dhe është i ngordhur. E ka ngordhur Edi Rama pra, shahist. Jo, nuk e ka ngordhur Edi Rama, e kanë ngordhur. Ai ka ngordhur veten, ai ka ngordhur veten, ndërsa ai e ka mbajtur qëllimisht aty vetëm për të luajtur me atë. Kush i mbajti gjallë? Jo. I mbajten ata që unë po i akuzoj sot që kanë marrë parat. Bile publikisht tu po them që Leonard Filopati dhe Prokuroria e Tiranës janë pa ekzekutuar një vendim prej 50 milion dollarësh dhe pjesë e këtyre parave kanë përfunduar në duart e Lasivitas që bënte lobim për Berishën. Tani, interesi ishte pikërisht që të mbajnë në këmbë Edi Ramën, sepse ata që do vinë pas nesër janë njerëzit më të korruptuar e më të inkriminuar të botës, ata që do vinë pas nesër. Në datën 16. Dhe po të shikoni që mirë rrjetin e internetit, se ata po mbajnë në këmbë një luftë në Ukrainë, e kanë sfilitur komplet popullin e Ukrainës, vetëm që të shpëtojnë vetë nga drejtësia. Se po përfundoj lufta atje në Ukrainë, njerëzit në Europë do merren me drejtësinë, nuk do merren me Ukrainën. Ne kemi thënë gjithmonë atë që krijojnë ngjarje vetëm për të shmangur, për të zvarritur atë gjën vetëm që mos merren me ta. Ata krijojnë ngjarje, ata krijojnë grupime, ata krijojnë konflikte, si punë këtij Sali Berishës për të mbajtur veten gjallë. Për të mbajtur veten gjallë. Armiqtë pa dukshëm. Tash çfarë kërkoni ju do vini në Europë? Në çfarë Europë do vish? Si është situata? E lejmë të premtime të qesharake që thonë do. Kjo është gjëja më e mirë që ka ndodhur. Kjo është gjëja më e mirë, kjo është gjëja më e mirë. Po pra, pse? Sepse Sali Berisha iku. Dihet. Po si ikën ai tha që prit. Nëse unë nuk fitoj se e pompun kaq më të madhe, prap tani doli konferencë dje tha jo, s'kam thënë jo dhe ashtu. Po ç'flasis ai rëndësi ka që ai nuk është në pushtet. Dakor? Nuk është në pushtet. Prit, nuk është në pushtet. Iku njeri. Tjetër. Të tërë këto partiçkat e vogla që unë ju kisha thënë të tërve, kokër më kokër, që nga ai Shabani tek Qori e të tjera, ju kanë thënë që nëse nuk marë paratun, ju jeni të humbur, sepse ata, do më thënë Sala me Edin, me parat e mia do korruptojnë gjithkend dhe do blejnë votat edhe ju s'keni kur për të fituar asgjë. Dhe me vërtet ata fituar asgjë. Tani, praktikisht, Edi Rama është i mbaruar, mbaj mend mua, sepse praktikisht njerëzit e Edi Ramës dhe ai vetë janë të tërë për hetim, në spak. Po kush do merret me hetimin apo? Unë. Okej, ti po ne kemi thënë. Edhe ti. Patjetër, Po edhe ai. Shqiptarët janë tjetër, e tregoj. Shqiptarët, dëgjoj këtu, shqiptarët deri tani, ai po na thotë çdo ditë, ne prapë shkojmë e votojmë. Ti votove, ç'ne unë. Ti zvotove? Jo, unë votën e kam berat, mos më lëmë. Mi pra thonë nga ta pastaj që është edhe teoria tjetër që s'ke pse të flasësh pra për derisa s'ke votu. S'kam pse të flasë, do votoj për veten time unë. Po propagandën e bëj për veten time unë, se bëj për ata. Votoj për veten time unë. Qa fleti? Që fleti?
Si s'votove? Unë votoj për veten time. S'ke votu, nuk kem se flasësh as për... Po ja, ku po votoj unë? Po votoj për veten time. Ja, po votoj unë, ja. Votën time e jetë për Angjit Lukën. Qa do ti? Era, është votim kë. I shpallur, publikisht. Bileza për djeni unë kam ngritur akuzë kundër shtetarve dhe kundër prokurorve që më kanë hequr të drejtën për të votuar dhe për të votuar. Është drejt kushtetuse. Në nenin 320 dhe 325 dhe 330 janë 2 nene që personat që i kryejnë të vepër penale janë të dënueshëm penalisht. Ashtu, tani, edhe njëherë po kthemi, Edi Rama praktikisht është një figurë jashtëzakonisht e konsumuar dhe nënhetim si ekip. Kuptojeni këtë? Dhe tash i ka ardhur momenti që ato partiçkat të kenë kuptuar se vetëm dhe pa mua nuk bëhet dot asgjë. Se kuptojnë, ato vazhdojnë janë entuziast për të pritur rezultatin deri në votën e fundit thonë. Sepse ata kyçarët që janë në krye të partive kanë mendjen vetëm për të marrë një vot në parlament vetë. Po, për vete. Ndërsa partia e ka kuptuar që ata nuk janë askushi. Kështu, një pyetje kam, në fakt. Duke qenë se këto partitë e reja, her pas here ndodh shpesh dhe ti e the që kanë qenë disa parti që konkuronin për te 2 partive të mëdha, sepse doli dhe një tjetër si partia e tretë, por këto partitë e vogla, cili mendon se mund të ishte ajo e duhura që populli mund t'i besonte? Po atëherë politika, me që asnjëri, atëherë si votuan, si shkuan këta njerëz? Po për këtë vetëm si Edhe një herë, pse nuk e kuptoni juve? Ju i kuptoni gjërat strikt. Gjërat kuptoni në dinamikën e tyre. Të gjithë njerëzit që kanë mbështetur këto partiçkat e vogla në radhë të parë kanë qenë njerëz që kanë qenë kundër partive të mëdha. Bravo. Ti e lexo për keq këtë gjë? Prit. Nga ana tjetër, këto partiçkat dhe këta udhëheqësit e tyre janë vetë njerëz të korruptuar. Janë vetë njerëz që janë në politikë për interesa private. Shikoni që kush është Arlind Qori. Se Arlind Qori merr para të mëdha nga qeveria nëpërmjet së shoqes. Shikoj dhe ata të tjerë, do më dhenë, njerëzit që janë grumbulluar e këtyre në radhë të parë kanë qenë anti-pushtetit të soqëm, të deritanishëm, dhe të gënjur nga këta që gjasme janë intelektual. Po këta janë, valbëshpërën, arabosh. Po mirë, si do vikë kjo gjë, si do vikë revolucion? Unë do të bje, sepse duhet të bje e vërteta. Unë, kur them unë, qa kanë folur në deri tani? Kanë folur për drejtësi. Pa drejtësi nuk ka ndryshim të këtij vendi. S'mund të ketë. Po drejtësia ka treguar, pra, këtyre vende ka treguar që drejtësia është në duart e këtyre. Jo. Kush është pushtet e përdor në formën e vet? Jo. Në këto momente Rama duhet të ishte, pra, edhe Rama përpara SPA. Tani jo. Ti thua që do të shkohet kur? Atëherë më dëgjoj këtu. Deri tani, ata të spakut kanë pasur frikë se në pushtet do të vinte Berisha. Prandaj se kanë marrë Rama. Dhe prandaj kanë mbetur kështu pezull ata. Po mi tani që e mori Rama, do të shkoj tani si kryeminist, mund të shkoj domethënë spak përpara drejtësisë? Do shkoj se s'bën, ku ka aty. Do ta çojmë diçun. Po më habit si ka që i qetë. Po nuk diskutohet ajo, unë kam një mal me prova qysh. Po patjetër e meriton gjithë çka janë, domethënë që janë korruptuar, që marrë nga. Nuk kuptoni, ata të tërë që shikoni ju ty, nuk kanë asgjë të tyre, ata marrin pushtet për të marrë para. Unë nuk marr pushtet për të marrë para. Këtë gjë kemi thënë kush janë ta pushtetarë, politikanët, gjithë ta punën për interesat e tyre. Ne të paktën e kemi thënë. Por si mundet një popull të shkojë në këtë farfeje, në këtë lloj mënyre turmëlla komplet, domethënë shkojnë votojnë në këtë. Po populli është turmër diçun. Si mundet me një? Atëre, edhe një herë. Si mundet ata të kuptojnë ty këtë që po thua ti pra pastaj, si dalë edhe kjo tjetër. Sepse tashti ata kanë kuptuar që nuk ka më shpresë nga këto partiçkat. S'ka shpresë. Ai shef ka fshatën e vet më burr, ai ka shit votën me 5. Ai e kupton tani që atë kafshat nga këta lloj njerëzish nuk mund ta marrin me. Ai mbaj pozicion pune aty. Mban ku diun. Sa janë ata që mbajnë një pozicion pune? Këta që votuan. Po pra 10.000. Si 10.000? Po 10.000 janë. Praktikisht, ata që mbajnë një pozicion... Jo, ata që mbajnë një pozicion pune për shkak të partisë në pushtet, janë 10 deri në 18.000.
Po pjesa tjetër pra, si ka Pjesa atëherë, ju nuk e dini sepse pjesa ka dalë në media një hetim në fakt dhe raporti i ardhur nga jashtë thotë që këto zgjedhje në fakt e kam diskutuar sepse ju s'e dini ndoshta, por unë jam pjesë e medias. Dhe duke qenë pjesë e medias, unë do them që ka një hetim dhe këto zgjedhje ndoshta nëse do të ketë një hetim nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, atëherë këto zgjedhje dalin të pavlefshme. Po kjo është thënë gjithmonë. I pavlefshëm është ekipi qeveritar dhe mbi të gjitha, keni parasysh, të gjithë njerëzit e zhgënjur që u shpërndan nëpër partira dhe nuk janë pak, po ti mbledhësh janë goxha. Janë ata që tani kanë kuptuar se rruga e tyre drejt kësaj shprese ishte e kot. Dhe ata duhet të gjejnë një shpresë tjetër, një shpresë të vërtetë. Dhe unë, mbase ju e kuptoni me shaka... Jo, s'marrë asgjë për shaka dhe nuk është as momenti për nuk bërë për shaka. Unë kam thënë 100 herë që unë asnjëherë nuk kam dashur pushtet. Por me që punët janë kështu, duhet të luftojmë për pushtet. E kupton? Sepse këta lloj njerëzish janë të patësip. Nuk kanë asnjë lloj kandari njerëzor. Nuk kanë lidhje me shtetin, nuk kanë lidhje me dignitetin njerëzor, nuk kanë lidhje me ligjin, nuk kanë lidhje me interesat kombëtare. Duke vlerësuar shumë se çka kemi bërë bashkë dhe çka ke bërë ti individualisht për 16 vitesh, bravo të qoftë dhe unë ta kam thënë disa herë dhe publikisht. Por nga kjo ditë, nga kjo çka ndodhi, unë vetëm ngrej një pikë pyetje, po ta bëj edhe si pyetje ty, duke ja bërë pyetje edhe atyre që na ndjekin ne që kanë bërë besim tek ne. Aja vlen më ky rrugtimi jon bravo jo. Po sigurisht. Shiko, njerëzit që nisen me shpresën që dale se erdhi dita e zgjedhjeve, fituam, po s'fituam ikëm në lumë. Nuk prisja unë asnjë të fiton nga këto. Atëherë, nëse por nuk prisja këtë lloj këtë lloj orientimi të turmës në mënyrë kaq masive. Atëherë edhe një herë të kuptoni të kuptoni edhe një herë. Të gjithë to që shikoni juve, shikoni të gjitha partitë këtë vogla që gjasme do ishin shpresa e Shqipërisë për ndryshim, ashtu. Janë të gjithë njerëz të financuar nga jashtë. Ore kemi thënë të. Dale tani, dale. Njerëzit në emër, po ne si mund të shkojmë. Po si më të shkosh tjere, por ti nuk e kupton ti qa po bejnë ata prandaj duan të më asgjësojnë mua, prandaj duan të më fshin mua. Sepse unë jam i vetëm njeri që s'kam interesa personale në pushtet. Nuk kam interesa personale në pushtet. Një mëse jam edhe unë, është edhe ai. Jo, e kam... Edhe ti. Po ti do bëhesh ti drejtues për një parti të re? Bëhesh do të? Ta, jo. E po s'bëhesh do të? E pra, e kupton? Unë kam, nëse kam numrat, kam edhe fuqin, dhe kam fuqin si njeri që e njeh shumë mirë pushtetin, që njeh shumë mirë drejtsin, që njeh shumë mirë forcat e rendit, që njeh shumë mirë manipulimin zgjedhor dhe manipulimin politik. A kishe blerë votash të zgjedhjen? Po ku diskutohet ajo ordi? Ti mos prit që ai të t'japi sot ty 50.000 lekë. Ai ju premton të tërve dhe disave prej tyre... Disa figura, do më thënë se aty për 3-4 emrash kanë fituar edhe Partia Socialiste. Blen Gonxhe, Erion Braçe, Fatmir Xhafa që gjithmonë ka qenë to. Erion Braçe. Po. Po prej këtyre kanë fituar për Partia Socialiste. Pra janë ngritur disa figura që këto mbajnë, le të themi këtë. Edhe një herë kuptoj, edhe një herë ta themi, edhe një herë 100 herë. Ka një praktik pune kriminale që ngrihen në pushtet, ngrihen në vlerësim pikrisht ata njerëz që rrezikojnë më shumë. Fatmir Xhafa është më i rrezikuar nga drejtësia. Ashtu. Po mos haro edhe Erion Braçe është shumë herë më i rrezikuar se sa të tjerët. Arsyeën s'po ta them. Prit. Ata këtë sa figurat e tjera shumë mos harrojmë. E ke zotin... Po flas me gjëra që kanë bërë kërcim penal. Jo, ti ke rast konkret. Zotri, në 97-ën, sa para u humbën shqiptarve? 1 miliard. Sa njerëz u vranë? Diku te 6-7.000. Po, atëherë, në 21 janar, mes bulevardit, e kemi shumë afër bulevardit nga këtu. U vranë 4 veta? Njeri ishe kryetar bashkie dhe kandidat për deputet në zonën e Burrelit. A dihet ti? A pret të zgjedhin këta gjë? Edhe, jo se kuptova logjikën unë. Logjika... Ka logjik tjetër e ingjilli, atë po mundohet të thotë gjithmonë, pra nuk kemi pse të presim nga këta thotë. Jo, problemi është këtu. Ne si popull kemi
kur nuk ka, e shohin që këtu është vetëm një parti, se me që ta bëri si pyetje dhe unë e kuptova logjikën tënde se ku duhet të shkoje, ne këta nuk ishin kundërshtar, duke mos patur kundërshtar politik me këtë përballje, populli është i detyruar që të shkojë për shkak të mbajtjes vendit punës, se ka mik këtë, atë, ty edhe mua, dhe në krahun tjetër është i detyruar që të shkojë vetëm një parti. Praktika që Dëgjoj këtu. Po një thot tjetër formull, prandaj dëgjoj me Më dëgjojnë çik mirë. Në 21 janar se ti çuni mirë me që je gazetar, po je çik çuni i ri, nuk e di sa vjeç je. Në 21 janar janë vrar 4 vetë dhe sulmi ka qenë i përbashkët i të dy anëve. Të dy anët kishin interes. Se çfarë do ndodhi? Jo e kanë ditur, po e kanë para përgatitur të dy anët. Dhe ata që kanë para përgatitur kanë qenë të huajt sa për djeni, që kanë dashur që këtë vend ta kthenin në një seri tjetër. Në një seri tjetër, donin këtu të bënin luftë civile, ashtu dhe. Dhe ata 4 viktimat, jo rastësisht u qelluan drejte në turm për të nxitur konflikt. Të dyja palët ishin përgatitur dhe nxitur nga të huajt, nga shërbimet e huaja, që këtu të bënin luftë civile. Prandaj ata të spakut nuk bëjnë dot drejtësi, sepse kur të bëjnë hetimin, do dalin të tjerë emra. Nuk do dalin vetëm emri Sali Berishës. Po Gërdecin e kanë vrarë pikërisht ata dhe nuk doni t'ia dini juve. E kanë vrarë italianët e kanë vrarë Gërdecin, italianët. Prandaj nuk bëjnë hetime ata. Prandaj populli duhet kuptoj që të gjitha që janë forcat politike janë të nxitura, të paguara, të promovuara nga jashtë. Nuk kanë asgjë me shqiptarët. Nëse shqiptarët nuk kuptojnë këtë gjë, nuk kuptojnë dot asgjë. Unë do t'i bëj që ta kuptojnë. Pyetja është kjo, çuni mirë, pyetja është kjo. Shqiptarët duhet të luftojnë për drejtësi edhe një herë ja u them, sepse drejtësia ndan shapin nga sheqeri. Si mund një popull të kuptojë ty këtë pjesë, këtë që thua, pra që shqiptarët. Ti je i sigurt që populli më ka kuptuar mua. Deri tani populli ka jo vetëm është gënjur, po është i friksuar nga fakti që prokuroria e Tiranës dhe janë mbi 30 prokurorë të kallëzuar prej meje, fsheh hetimet, merr para dhe sa për djeni unë jo më larg se dy ditë më përpara i kam thënë presidentit amerikan shprehmisht që zanati më i mirë që njohin prokurorët shqiptar është gjobvenja. Ata asnjëherë nuk shkojnë për shembull për të zbardhur krimin. Jo, ata shkojnë për të gjetur autorin dhe për t'i thënë atij duam kaq. Kaq e thjesht fare. Engjëll, përshëndes, do të takohemi shumë shpejt për një analizë në detaje, si kemi edhe super organizim, super fest me 16 majit, ku vjen samiti evropian. Thuaj atyre të samitit evropian, të lutem largo, 2 sekonda. Atyre të samitit evropian, shko atje nëse je i fort, e thuaju, nxjerrin që ka të videon e parakalimit të ushtarëve Ukrainas në Paris edhe në Londër që të shikojnë njerëzit. Do ta shpjegojmë. Se do ta shpjegojmë atë. Nxjerreni që këtoj atë videon të atyre 10 ushtarëve në Paris edhe 11 atyre në Londër, atyre të zgaraviturve që ju japin këta një mal me para. Të përshëndes Engjëll. Për të mbajtur një luftë gjallë për interesat e tyre. Pastaj kishim radhën pasi shkova te shtëpia. Të nesër kur çohem, kur vë komën tok, mbëm të pak kur pash. Mirë brenda. Siç e kemi tani, me 83 mandate, brenda e kemi. Kur e pash. Apo jo, 4 mandate. Kur e pash. Po ti si mendon, më mirë mrena vesh? Mishte nxi pak koma. Kur e pash mishte nxi pak koma. Kur e pa mishte nxi pak koma. Mishte nxi pak koma. Që protestojnë tani. Edhe rasti tjetër ishte që kishin që protestojnë, flet tani jam vrau, jam hyp. Rasti tjetër ishte te Murat Toptani. Prapë? Ke parasysh tu kalu janë disa fotograf. Edhe bëjmë foto gazetash. Te Toptani. Aty tani bën foto edhe e nxjerr atë. E nxjerr atë gazetën dhe ma jep ajo goca. Ma jep ajo goca gazetën. Edhe Takzoni kryeministin. Unë thash nuk porosita gjë. Jo, tha fri, tha ma jep të gazetën. Atëherë nxjerr 2 euro nga xhepi edhe t'ja japi. Po prit për vëlla, se historia s'përfundon ashtu, Edhe ti nxjerr 2 euro. Fituaj Dirama janë duke gëzuar tu ashtu ti bëj histori. No, tha fri.
atëres e ndjeva vetën si fyer, edhe nxora një 50. Ja, dhe i 50. Sa nxora një 50 misha ati, sikur e kishte valizhen e fotografisë. Sikur e kishte valizhen e fotografisë, edhe më tha, më ndiq. Edhe vazhdojmë ne kalum këtu të sheshës në Rebel, më thash ku të shkojmë. Paratë? U futëm të rruga e Durrësit, kur të bloku ambasadave, ku është ambasada polake e franceze, aty kishte një grezënjere. U futëm aty, ishte dera dhe me thonë, ishin 2 krevat, Takzoni, kryeministri. ishte televizori, ishte guzhina pak më... Takzojmë Edi Ramën, takzojmë, për mandati 4. Ishte guzhina, edhe ishte salla e banjës dhe me thonë. Sala banjës. Po, aty dhe me thonë bëjmë seks me atë, një orë e gjys, edhe pastaj ikim. Kurse të nesmën vdiq papa. Vdiq papa Francesku. Sa boni seks kjo vdiq papa? Edhe tani ke pracish ku është piramida atje, është busti i papës. Është busti i papës, Hajtë duhe. Jo, nuk të nëzirë. Po, është busti i papës, ishte ora 11 i darkës. Ishte ora 11 i darkës, kush ka leu në ne, se isha të liseni artificial. Edhe kur pash ishte ullë një gocë ati, 23-24 vjeç. Po, ty edhe, rreth asaj. Po, edhe... Maj. Edhe i afro, po. Takzoni kryeministrin e ri shqiptarëve. Kush është ai? Kush është ai? Edi Rama kryeministri. Po, unë. Hajde urime. Kryeministri për mandatin e 4, do drejtoj Shqipërinë. A ke ndaj urim ndaj gjë, ndaj kërkesë? Ora ti. Çe ke këtë? Ky është akullori thonë. Jo ta si e shef situatë. Ato pallaci ku e ke. Si e shef situatë, jo. Çe ka e mob. Si urimi juaj për Edi Ramën, si kryeministër për mandati 4? Tashi vota e mori, ajo tregon. Ai dorroi. E mori vetë apo ja dhën? Apo e bleu? Apo ushitëm? Ai e punën e bëri për vete edhe për atë partinë. Po. E punën e bëri e fitoi. Po për shqiptarët boni gjë? Për shqiptarët, bom ka dhënë. Një ashtu abone. Ka dhoj abone, ha? Nuk e di a do të mbaj. Bëjmë një gjë tjetër. Ja. Nuk e di a do të mbaj muin tjetër. Pse? Pse nga që fitoj edhe s'ka që edhe, ha? Di edhe. Ore, Mirë. Jo, ç'stacioni jeni? Pisk. Si është puna? Tani ka shku puna më pisk. Dhe jo, shqyri që jeni pisk, se për shopin që tu folë këshu, edhe thonë, qa është kjo? Pse? Nuk do të me folë vërtetën, do të me thonë gjona këshu të bukura. Bukra ba. Se po thejtë vërtetën, tu të konsiderojnë... Si punës femës, si thosë, sa bukurie, sa i bërë tjeve, mund tjetë shëmtut. Pa ja thejtë bukur, bëha dhe bukur direkte. Pa, fjalla. E shef më për mirë situatën tu, gjendjen shqiptarë që është tek. Jo. Tashi, ku dion qatë se mund të... Ne probleme kemi, pensionist, e kupto. Sa ke pensionin, zotë Rode? Sa e kam? Po, të gjatë të shkurtër. Dhe jo, a i pension... Takzoni kryeministrin. Dhe jo, a i pension... Takzojnë ata si e kanë votu. Pse ti se votove? Jo, për do. Nuk e votove? Votoj Salën. Votove Salën, bravo. Unë jam në Salën. Unë jam në Salën, let të hume, po do t'ja shovin harën kësaj fitore. Si do t'ja shovin? Sa ma shumë fitosh, sa ma lartë të ngrish, se qafën futën punë. E thuj qafën, thua? Po. Po thuj qafën shqiptarët? E ka të thymë qafën haj herë, më thuj qafën shqiptarët? Ta do thymë qafën haj. A jeni lumtur apo? Kush është i lumtur me këta? Fitoi Edi Rama. Unë jam i nxi jetën, nga nxi jetën, sa i lumtur. Edi Rama ka nxi jetën? Po. Këpuca e konsumuar hidhet. Hidhet? Nuk riparohet? E riparohen ajo qahet. Se ka skadencë. Po si ka mundësi që se hodhën shqiptarët pra, si tani edhe këpucë konsumuar, thoni ju, edhe prapë e zjodhën, edhe më bindshëm se sa herë të tjera. Nuk e di, është çështje shpirtërore ajo, kë pëlqen, kë përfaqëson kjo parti,
çfarë përfaqëson. Po pse gjithë populli kaq janë të ndarë ore, PD, PS. Po për të dy pusë konsumuar janë apo? PD-s nuk voton për PS-n, ai PS-s nuk shkon, kur shkon voton liderin. Edhe lideri është i rëndësishëm, është Basha, shumë i mirë, i formuar, orator. Nuk e duan, nxorën për. Po duhet të jetë me energji dhe i bindshëm për ato që thot edhe ti zbatoj. Njerëzit nuk e kanë këtë besim. Po pse njerëzit? Kush e ka fajin? E ka fajin politikanëve, kemi ne fajin. Du të gjejnë pika të dobta, strategji që politikanët. Po, strategji që atë që e thonë ta zbatojnë. Ju sa i shitet votën? Unë nuk shes asnjëherë vot. Pse? Unë nuk shes, unë votoj për atë që unë mendoj, kam bindjen për këtë edhe them që ky njeri, unë te ky kam besim, s'kam te tjetri. Po pse se ke shit votën? Kishë marrë 200 euro, 300 euro, Jo, nuk dua. Unë dua. Pa, kishë marrë diçka. Jo, unë vota juaj që votuat ju me bindje. Pse? Pa, sa ndryshimi bone e vota juaj për shemb? Jo, unë votoj për liderin dhe s'kam nevojë. Për lider apo për? Për liderin, sa ju. Edhe për bindjen, edhe për lider. Jo për lider, si kështu. Edhe për lider, lideri është kryesor. Kur bëhet, po unë jam mësuese dhe kur bëhet ai rrethi atje në tavolin. Mos e ngatro konceptin e politikës Jo, se kanë lidhje ato. Edhe zgjidhet lideri. Kush është lideri i grupit? Ky. Ama menaxhon ai aty. Nuk e bën rëmuj gjën. Nëse nuk ka strategji, për një zhvillim, për një përparim, duhet më mbushin mendjen. Unë s'po them, edhe Rama, edhe Berisha, po duhet të kem bindjen, unë them, edhe bëj zgjedhjen e duhur, atje ku mendoj unë që mendoj. Ti mendon se ke bërë zgjedhjen e duhur vetë? Po. I bërë pishman? I penduar? Nuk bëhem pishman, po më vonë, nëse në do jetë kjo gjendje, për shembull mund të ndryshoj. Mund të ndryshojnë mendësi pasaj. Kjo që ndodhi për ta mbyllur tani, kjo që ndodhi, çfarë të ka lumturuar apo të ka gëzuar? Unë do shikoj perspektivën, nëse do vazhdoj për përparësi, e për krah, nëse do jetë ndryshe, si e shet, nuk ka zhvillim, nuk ka ecuri, nuk ka mirëqenie, unë dua mirëqenie, ore, të ha mëngjes, drek, darkë, të ha pilaf me fileto. Jo pilaf, po të ketë një menu të shëndetshme. Një menu të shëndetshme dhe unë t'jem e kënaqur. Kemi marrë një gazetar të ri këtë kohë të fundit. Në fakt, me që u përmendet, ju jeni, siç e thatë, jeni mësuese. Her pas here, kryeministri joni përmendi burrat i thatë shyryk. Po kaq të ditur janë vetë këta politikan që i çojnë burrat shyryk ose popullin? Ajo është çështje. Unë nuk mund të paragjykoj sepse është çështje. Pra ju vini ke edukimi, është pak ofenduese, po është edhe për të përfituar. Ai do të bëjnë dasin për shembull meshkuj femra, kush janë më të zgjuar femrat apo? Që s'është as mashkull as femra tërës, përderisa i tha burrave çyryk. Tani jemi demokraci dhe njerëzit shprehen si të duan, janë të lirë. Ne për të cënuar tjetrin, jo për të tani është çështje tjetër. Është ofendim, është. Ashtu është. A ishte logjike pjesa që u tha femrave dhe sidomos pastaj akoma më rëndë edhe fëmijëve që shikoni ju në internet. Që kanë votuar, për këtë e ka djali, thot pra si ka mundësi që i ka thënë ashtu dhe prapë kanë votuar, apo jo? E kanë votuar sepse besojnë, ore. E besojnë, ore, të shkretën e besojnë, e ke dëgjuar shprehjen e popullit? A mos kemi qef ne që na hipin, ta kemi mbi shpinë gjithmonë? Jo, unë nuk jam për atë. Unë dua demokraci, liri, edhe mirëqenie, kaq. Mos ishe të falenderoj shumë për fjalët e vyra që na. Faleminderit dhe kënaqësi. Për bisedën. Do të thoshë dy fjalë tjera, ha? Prit më ta mbyll atë me pa. E mbyllim tani, e mbyllim. Se ka mbyllur unë. E mbyllim. Është teksti për gjithë. Mirë ta mbyllim pra. Se e bëj unë. Ta mbyllim. Te historia Papa Franceskut. Rri merje. Edhe tani ishim aty te busti. Një minutë. Ha pa kjo. 75 vjet tim jam unë. Po pra, kështu ka bëu Edi Rama, kështu duhet më e bë. Tani ishim Rama, aty te busti Papa Franceskut, sa kalo kryeministrinë, ishte ora 11 mbrëmjes.
Edhe kur të shoh te drita e Qiririt ishte ul një gos 24-25 vjeç. Edhe e pyes. I them, nga je? Thot, nga Laçi. I them, po çfarë po bën? Ja, thot, ka vdek. Ka vdek Papa Francesco. Ka vdek Papa Francesco. Thash se ti e di, thash se kisha tani me pedofilie, me gjëra, thash është bë problemi, thash. Edhe më tha, ti kene menje? Më tha, ti kene menje? Edhe atë sigurisht e kështu kalu mas busit ati, se ke prasisht busi 2 metre e 25 cm, dhe me thonë, me 80 pont ati, ja vet durt nga aty të busit 80 cm, edhe ati ja fus. Ishte koncerti i Gjigji Alozët, dhe me thonë. Unë gjeta një bilet në tokë, kushtote 50.000 lekë. Edhe thash atë që të Pallati Kongreseve ta ndigjej, ishte nota e parë, dhe me thonë. Edhe ulëm unë aty, ulëm unë aty 1 minutë. Pastaj e monim që të këtë. Po mirë, edhe ulëm, ta ma 1 minutë. Urime, jo, do të uroj. Jo, do të uroj për Edi Ramën. Ka dalë fjala jotë. Urime për Edi Ramën, kryeministër. Jo, mos më rrim se mjaft do na rraf Edi Rama. Urime për Edi Ramën, urime. Edi Rama ti bëni mashallah. Po, fitoi mandatin e 4. Fal jush edhe njerëzve si ju që bëni propagandë për Edi Ramën. Si e shihni, do ta drejtojnë Shqipërinë, do ta çojnë në Europë? Do ta fitoj. Tani sa herë që Gjigji Alonso mbarote këngën, le të çoheshim. Kur uleshte, ajo goca ishte një 19 vjeç kështu, nuk e vete dorën artiste se dilja vet, po e vete e vuri njëherë, e vuri dje. Na valla, thuaj ato dy fjalë që ta mbyllim tani. Pastaj mbasi gazetar. Pastaj e kam gërkrau dhe shkem të salla konferencave. Ati pastaj bëjmë seks. Pastaj kthehemi dhe atëherë qetësohet. Jo, tani vazhdohet. Të jap të drejtë në këtë gjë sepse kjo me çfarë dëgjuat her pas here këto histori të nderuar miq që ishin si të thuash pjesë edhe çfarë na ka dhënë politika. Duke dëgjuar këto fjalë nga njëti person, histori të ndryshme, arrim dhe kuptojmë që kjo politik ka dhënë mesazh pikërisht të mënyrën e arrogancës. Fjalë të thëna nga politikanë të ndryshëm, njëkohësisht edhe njerëz të cilët her pas here me mesazhet e tyre kanë thënë shikoni se ne kemi video të tilla në internet. Por përtej të gjithave këto zgjedhje treguan edhe një herë që ne si popull duhet të kemi ndoshta më tepër njerëz të cilët të shkojnë pranë politikanë, do thosha ose kandidat për deputet të paktën që shkojnë pranë popullit dhe jo njerëz të cilët i detyrojnë ashtu siç ka qenë shumica. Kanë qenë nëpër media të ndryshme, kemi parë që janë thënë se administrata e cila ka qenë punë administrata shtetërore është detyruar që të gjejë vota në favor të ririndjes ose të Partisë Socialiste, por në krahun tjetër shohim një rënje të Partisë Demokratike me votuesit e saj. Një popull i cili është mosbesues, por në krahun tjetër ka treguar që nuk ka alternativë. Unë ju përshëndes të gjithë dhe ndiqeni, mos harroni ta shpërndani sa më shumë dhe pikërisht për të qëndruar njëkohësisht edhe me intervistat, por edhe lajmet e ndryshme.